Prandaj njoni për ulemave kishtë ndëgju se njoni shumë përgojon, bën gibet. Kishtë thonë, mos bën be gibet, mos i merë njerëzit në përgoj. Kishtë thonë, sën ri pa fol. E po mirë, kishtë thonë, pasi sën rish pa fol keq, atëre di qka të bësh ha? Tha fol për babën tënë. Jo, tha për, po valla, tha fol për babën tënë. Mos i sën rish, do në të folish, tha fol për babën tënë. E tha pse për babën tem? Tha se për këtë gibetin që e ban, do t'japish disa se vapen ditë mahsherit, e sa t'japish halkive berepja babës tënë. A më kupton? Pra, keni ndëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë, a e dini kush është muflis? Muflis i falimentu. Edhe ato sahabët e spjeguan, thanë, po ja Rasulallah, i falimentu më është njeriu që s'ka pasuri, s'ka shtëpi, s'ka hurma, s'ka deve, s'ka dele, kur gjon s'ka. Tha, jo moraj, nuk është ai, tha i falimentum. Ha? Po cili ja Rasulallah? Tha i falimentum është një njeri, një musliman që namaz ka fal, Ramazan ka xhnu, zeqat ka dhon, haç ka bo, punë të mira ka bo, kur dalen ditë mahsherit, njëni të t'ja merë se vapet e namazit, se i ka hinder hak, a qitri të gjërimit, a qitri, e qka të bëhet në fund, ki do mbese muflis, ki do mbese i falimentum. E thanë, po kur ti sosen, kur ti kryhen se vapet, ja kanë marë krejt, a më hala ka njërës që ju ka hinder hak, ka burë. E tha, atëherë me laqet do marën prej gjunahit ati dhe qesën fletore në këti. U sosën se vapet, hajshte baj gjunahit e huja. Subhanallah. Pra ndej tha, fol për babën tonë.